Mirë se erdhët, tani jam me Sidorelën. Përshëndes, faleminderit që erdhe në studio për të folur për një problem që e kanë shumica e njerëzve dhe për shkak të teknologjisë kohëve në të cilët jetojmë, bëhet fjalë për këtë mjekrën e dy fisht, double chin-in, që i shoqëron, i kanë vënë edhe fëmijët, edhe të rinjt, edhe në moshë, por që na krijon një problem me vetbesimin. Po. Tani është bërë shumë e dukshme tek të gjithë, sepse fakti i telefonave, i kompjuterave, i teknologjisë që është kudo. Më thënë, e ke në punë, e ke në shtëpi, e ke në shtratë kur vetë për të fjetur, dhe kjo nuk ka një... Po, nuk ka një ndarje që kur unë shkoj në shtratë, do shkoj do flem, por ne bëjmë një scrolling, pastaj flem. Dhe pozicioni që ne mbajmë është e gjitha tek zona këtu. Palosje, një pusitje, plus që edhe forca e rëndesës kur rim mbi telefon është e tillë, dhe na krijohet. Jo vetëm tek zona e qafës, e gushës, si i themi ne, por edhe tek zona e syve, sepse edhe pjesa e syve krijon një entje këtu poshtë, e nazolabialeve, këto vizat që na formohen. Dhe normalisht ne do sjellim sot disa truke që mund t'i bëjmë dhe Si mund të eliminojmë, mund të forcojmë, të fuqizojmë pjesën e duke i bërë çdo darkë, do jetë akoma më perfekte, por paktën kur kemi kohë nuk do e lëmë që të jetë aq shumë e dukshme, sepse degradon kohë pas kohe. Ka njerëz që bëjnë ndërhyrje kirurgjikale, kjo është një formë edhe genetike, ka njerëz që edhe kanë të trashëguar këtë pjesën e gushës sistemi ose double chin-in apo mjekrën e dy fishë. Vjen edhe nga shëndeti, domethënë nëse shtojmë pak në peshë, duket shumë, bëhet shumë e dukshme tek zona e qafës. Po sa ka filluar që të na duket kjo pjesa e mjekrës së dy fishë, ne duhet patjetër që të fillojmë të ushtrohemi. Të tregojmë disa ushtrime efikase që nëse përsëriten mund të arrijnë një rezultat. Gjithmonë, unë si estetiste i them pacienteve të mia që edhe serumin dhe kremin hidratant duhet ta aplikoni me pak masazh, sepse i bën shumë mirë lëkurës, e absorbon. Është njësoj si kur larjen e fytyrës ne ta bënim thjesht ta vendosnim atë larsin dhe ta lanim. Nuk do kishte një rezultat, fytyra nuk do laj. E njëjta gjë ndikon dhe për kremin, për serumin, për hidratantet që ne përdorim, kremin e natës apo kremin e ditës, qoftë edhe SPF-n. Me pak fare masazh, qoftë edhe 2 sekonda, 1 minutë, sa kohë të kemi, se është kjo që nuk kam kohë, por që aplikimi duke bërë me masazhe ndihmon shumë, dhe pjesën e qafës dhe të double chin-it, duke bërë në këtë lloj forme dhe në këtë lloj mënyre. Gjithmonë me veprimin lart poshtë apo nga si është e duhura, si duhet ta bëjmë? Gjithmonë nga dekolteja në pjesën e sipërme të qafës në këtë mënyrë. Pra me krem, apo me një serum, me një vaj? Me krem, me serumin që ne përdorim. Dhe më pas, tek pjesa e double chin-it, me të dy gishtat, me gishtin e madh dhe me gishtin tregues, e bëjmë në këtë mënyrë dhe e çojmë në këtë formë deri në fund të në fund të nofullës. Në fund të nofullës. Kjo ndihmon edhe pak sistemin kockor për pjesën e fortësisë, sepse ndodh ndonjëherë që dhe pjesa e nofullës, sistemi kockor bie në bazë të rëndesës së double chin-it. Duke ndëjtur gjithkohës kështu edhe nofulla merr një tjetër pozicion, nuk ka pozicionin që duhet në këtë lloj forme. Dhe tek pjesa e nazolabialeve, masazhi është gjithmonë nga brenda jashtë në këtë mënyrë. Të jep edhe një formë relaksi dhe qetësie kur arrin që të... Sepse gjithë toksinat çlirohen, nxit kolagjenin, nxit elastinën, normalisht edhe ky pak masazh e bën të mundur nxitjen e kolagjenit dhe të elastinës, sepse jep elasticitet shumë të mirë të lëkurës. Për të forcuar dhe për të tërhequr këtë pjesën e muskulaturës, të pjesës lëkurës. Kemi edhe një ushtrim tjetër që mos ta harrojmë. Me lapsin apo me një laps ose me një stik të tillë. E vendosim tek pjesa e gojës në këtë mënyrë, tek pjesa e buzës, dhe tërheqim nga poshtë lart, kështu në këtë mënyrë. Bëhet pa folur që ta dëgjojmë, ta komentojmë vetë pastaj se e bëjmë apo jo, pra kafshojmë lapsin dhe pjesa e nofullës do të iki gjithmonë pak më para. Dhe kjo ndihmon shumë në pjesën e forcimit të sistemit kockor të nofullës. Pra duke e shtrënguar, duke e shtrënguar tendosim dhe pak muskujt e qafës, sepse që në moshën 27 vjeçe, mos të them pak më herët, krijohen ato vizat tek qafa, që është shumë e rëndësishme dhe unë
e komunikoj gjithkohës që qoftë kremin, serumin dhe çdo lloj gjëje tjetër që ne përdorim për fytyrë. Të përhapet edhe tek qafa. Qoftë edhe larsin, të përhapet dhe tek qafa dhe tek dekoltea, sepse ndodh që fytyrën e kemi shumë mirë, po qafa ka krijuar ato rrudhat. Dhe ky ushtrimi është perfekt për të qëndruar në divan duke parë televizor dhe duke bërë kudo. Ja, këto janë rastet kur është filluar krijimi ose është varur kjo pjesa e mjekrës, double chin-i, dhe shohim dhe në të gjitha moshat dhe tek fëmijët, duke qenë se rrinë më shumë tani në telefon, kompjuter, ulet më tepër koka, forca e rëndesës është e tillë, se themi ne gjithçka forca e rëndesës na ndikon, pra tjetër edhe tek fytyra dhe tek rrudha dhe pozicioni pastaj i gjumit. Sa ndikon në shfaqjen e vetëm të këtyre rrudhave. Që mos të rrudhemi kur, duhet të flem kështu gjithkohës. Por që kjo varet edhe nga pozicioni se si gjen rehatin çdo person. Por që unë gjithkohës kur bëj në masazhin lifting, në klinikë i them shiko, sonte të pak të ruani, duhet të flesh me atë gjumin e bukurisë. Edhe klientët që thonë të fle më mirë ulur, që për ta shmangur totalisht, sepse kur ti fle, domethënë nuk e shmang dot këtë pjesën. Por kur zgjohemi, duke bërë këtë ritualin, të pak të shkarkojmë pak ato toksinat edhe jemi pak më mirë për ditën. A ka rezultat? Japni rezultate këto ushtrime? Po. Duke i bërë në mënyrë sistematike japin shumë rezultat. Çdo gjë që është në mënyrë manuale jep shumë rezultat, sepse çlirojnë gjithkohës toksinat, jep një elasticitet të mirë të lëkurës, po ta vërejmë edhe tek syt, një masazh i tillë nga brenda jashtë syrit në mënyrë rrethore e çlirojnë komplet pjesën e nxirr të syrit, kur kemi radh të zi, po edhe pjesën e enjtjes, po. Pra, kjo nuk është gjë tjetër, vetëm një lëkurë e varur, gjë që duhet trajtuar, duhet punohet, duke qenë se është një pjesë, si thuash, e pa prekshme ose e pa trajtuar në krahasim me pjesën tjetër, pra fytyrën, ballin edhe trupin, që nuk ka një lloj aktiviteti që të forcojë muskulin e qafës. Ndaj, nëse nuk e doni, filloni tek meshkujt, po tek femrat më tepër e shohim të më shumë e shikojmë tek femrat, sepse meshkujt mbajnë dhe mjekër tani dhe nuk i bie shumë në sy. Femrat janë gjithkohës që shqetësohen më shumë për pjesën e... Ose ka një mënyrë për të kamufluar, për shumë me anë të mjekrës. Jo se meshkujt nuk shqetësohen tani për pjesën e imazhit, por e kamuflojnë më mirë, ndërsa femrat janë gjithkohës më... E këtë tregon dhe të rritë edhe në moshë, tregon dhe më të shëndosh, kështu që disa ushtrime treguam sot, pra lapsi, pjesa e masazhit në mënyrë të vazhdueshme, sepse ka edhe persona që janë me një peshë të konsiderueshme dhe kanë për shkak të pjesës pozicioni që bëjnë. Dhe fjetja, sigurisht, dhe qëndrimi drejt, duke bërë her pas here ngritje ulje të kokës, qoftë edhe me një laps në zyrë ulur kudo që jeni. Faleminderit, Sidorela. Faleminderit, Diva. Këtu do të ndajemi dhe së bashku, do ju uruar një ditë të bukur. Faleminderit që na keni ndjekur, shihemi nesër. Mirupafshim.